zvendësojmë denësisht këta lojtarë që ju sapo përmendëm më përpara. Murçi dhe Mehmeti, dy emra që po fliten dhe praktikisht po fliten sepse po punojnë shumë mirë dhe po bëjnë mirë në ekipet e tyre respektive. Shikoni si dy emra potencial dhe që mund ta ndihmojnë ekipin kombëtar në këtë fazë? Apo ndoshta nuk mund të eksperimentojmë shumë? Me thënë të drejtën, unë Muçin e kam ndjekur në disa ndeshje në Turqi. Po kalon një formë të jashtëzakonshme, ka një talent të jashtëzakonshëm, jo vetëm kur ka qenë në Turqi, por edhe kur ka qenë në fillimet e karrierës së vet. Unë kam pasur fatin të luaj edhe kundra, sepse kemi pasur unë qendërmbrojtës ai sulmues dhe ka qenë një lojtar me të ardhmë dhe po e tregon jashtëzakonisht shumë mirë potencialin tani dhe besoj që është shumë i rëndësishëm në këtë moment për kombëtaren. Kurse për Mehmetin nuk di çfarë të them se nuk është se kam ndjekur nga afër, por më kanë thënë që po kalon një formë shumë të mirë. Besoj se të gjithë ata që kanë arritur të jenë në fokusin e stafit kombëtares, besoj që e kanë atë potencialin për t'i zvendësuar lojtarët që mungojnë dhe patjetër për të dhënë maksimumin dhe pse jo të tregojnë veten që dhe ata janë aty, dhe ata janë në maksimumin e vet për t'i dhënë kontributin kryesor kësaj kombëtare për të arritur sukseset e veta. Patjetër, po presioni mbi kë mendoni që do jetë, mbi polakët apo mbi ne? Dhe a ka një nivel me skuadrave të teksuar, ma se keni ndjekur ju Poloninë në vazhdimsi dhe ekipin kombëtar në vazhdimsi? Shiko, në letra unë mendoj që Polonia do ketë presion më të madh. Patjetër që edhe neve nuk shkojmë thjesht si një ndeshje që duhet ta bëjmë, ta luajmë, por mendoj që Polonia e ka më të fortë atë përkthimin ose atë që duhet të fitojë dhe duhet të kalojë më tej, sepse ka lojtarë të jashtëzakonshëm që luajnë me skuadra shumë të forta. Mos harrojmë që Lewandowski me Barcelonën ishte fantastik ndeshjen e fundit. Piotr Zelinski po kalon një formë shumë të mirë te Inter.